Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëbëltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre, amin. Vëllezër të dashur besimtar, temën të cilën do ta trajtojmë fillimisht për veten time, pastaj inshallah edhe për ju ka të bëjë me pjesën e dytë të njëjtës temë që e trajtuam javën e kaluar, e që është lotët nga frika dhe përullësia ndaj Allahut Gjelleshanuhu. Një nga ibadetet madhështore të Allahut të lartësuar, që Allahu shpërblen shumë, është të lëshuarit lot kur mediton, kur dëgjon, kur sheh madhështinë e Allahut Gjelleshanuhu. Pastaj nga frika dhe përullësia, besimi, e bindja, e dashuria për të rjedhin lot nga sytë. Kjo, vëllezër të dashur, është një ibadet madhështor që kërkon Allahu Gjelleshanuhu nga besimtarët, që të meditojnë, të analizojnë, të mendojnë, të vrojtojnë dhe të arrijnë deri në atë masë që ata ta edukojnë shpirtin e tyre, që edhe nga dashuria Allahu Gjelleshanu, nga përullësia e tij dhe frika e tij, të rjedhin edhe sytë lot. Nëse ne arrim e edukojmë veten tonë me këtë ibadet, le ta dim se vërtet kemi bërë nga veprat jashtëzakonisht të dashura të Allahu Gjelleshanuhu, po ashtu kemi bërë një vepër e cila është shkak direkt që të jemi në hijen e Allahut të lartësuar atë ditë kur nuk do të ketë hije tjetër veç hijes së tij. Lotët nga frika dhe përullësia Allahu Gjelleshanuhu janë nga veprat më të dashura të Allahu Gjelleshanuhu. Po ashtu sqaruam se lotët nga frika dhe përullësia ndaj Allahut Gjelleshanuhu janë edhe shkak për shpëtim, po ashtu lotët nga frika dhe përullësia ndaj Allahu Gjelleshanuhu janë edhe shkak për mbrojtjen tonë nga dënimi në botën tjetër. Pra atëherë kur ne, duke analizuar, duke menduar rreth fakteve të Allahut të lartësuar, dhe kemi arritur deri në atë masë, sa që edhe sytë na rjedhin lot kur shohim madhështinë e Allahu Gjelleshanuhu, ta dim sa ata lot janë nga shkaqet për mbrojtje nga dënimi i Allahut të lartësuar. Thot pejgamberi alayhis salam duke transmetuar Ebu Hurajre, la yaliju an-nara rajulun baka min khashyatillah hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar'. Pra, që të jemi të bindur në këtë ibadet dhe se shpërblimet janë aq madhështore sa që nuk mund ne t'i paramendojmë nga lëshimi lot pasi që të shohim nga faktet dhe argumentet madhështinë e Allahu Gjelleshanuhu. Pejgamberi sa më thot, la yaliju an-nar, nuk do të hyjë në zjarr ai njeri i cili ka lëshuar lot nga frika dhe përullësia e tij ndaj Allahu Gjelleshanuhu. Aq sa ka mundësi të kthehet qumshti në gjinjet e kafshës e cila jep qumsht.
Pasi që e kemi mbjell, kemi marrë qumshtin, a ka mundësi që ta kthejmë përsëri nga ku e kemi marrë? Është e pamundur. E Allahu ndryshe na thot me gjuhën e pejgamberit alayhis salam, ai cili nga madhështia e Allahut kur i sheh faktet e tij dhe i lotojnë syt, aq sa është e mundur që të kthehet qumshti nga ku ka dalë, aq është e mundur që ai njeri të hyjë në xhehenem apo në zjarrin e tij. Pra vërtet, kur dëgjojmë këto fakte, vërtet duhet që ne të analizojmë, të mendojmë rreth argumenteve të Allahut, aty të shohim madhështinë e tij, edhe të edukohemi deri në atë mas sa vërtet të na rrjedhin syt lot. ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. Edhe nuk bëhem bashk pluhuri i atij i cili ka luftuar në rrugë të Allahut, që ka luftuar për dinin e vatanin, bashk me tymin e zjarit të xhenemit. Pra qenë kanë nga dy veprat më madhështore, nga sebepet më të mëdhaja, lëshimi i lotëve, kur i shohim faktet, argumentet Allahu xhelleshanu, e shohim madhështinë e tij, qenë ka shkak për mbrojtjen tonë. Për atë vëllezër të dashur, një zemër e cila zbutet për hir të Allahu xhelleshanuhu, veçse pronari i saj bëhet i pari në veprat më të mira dhe bëhet më i zellshmi në veprimin e mirësive. Një zemër e cila zbutet për hir të Allahu xhelleshanuhu, veçse ajo bëhet më e kujdesur në bindjen në Allahun xhelleshanuhu dhe në dashurinë e tij. Një zemër e cila zbutet për hir të Allahut të madhëruar, veçse e gjen pronarin e tij të prehur të qetë dhe pret premtimin e Allahu xhelleshanuhu nga shpërblimet e tij për mirësinë e veprave të tij. Një zemër e cila zbutet për hir të Allahu xhelleshanuhu, veçse e gjen atë zemër shumë larg nga mëkatimi i Allahut të lartësuar. Prandaj zemra e butë e ndjeshme është një zemër e përulur ndaj madhështisë Allahu xhelleshanuhu, atë zemër të butë, atë zemër që ndjen shpërblimet Allahut, frikën Allahut, që është e butë dhe e përulur për hir të Allahu xhelleshanuhu, atë zemër sa herë që mundohet shejtani ta mashtroj dhe largoj nga rruga e tij, nuk do ta thej kurin e kurrës, dhe sa herë atë zemër të butë, të bindur, atë shpirt të friksuar dhe atë shpirt i cili është i përulur ndaj Allahu xhelleshanuhu, sa herë që e joshin epshet, sa herë që e thirrin emocionet edhe dëshirat, ai ju thot epsheve dhe emocioneve, stop, se kjo është fryerje jashtë ligjit të Allahut, dhe unë inshallah do të jem rob i denj, i zellshëm, i përulur ndaj Allahut xhelleshanuhu. Që të kemi unë dhe ty zemra të buta, që të kemi unë dhe ty zemra të friksuara dhe zemra të cilat janë që ndjejnë përullësin, të përullura ndaj të madhit Allah dhe fuqisë së tij, atje ka shumë sebepe. Unë dhe ti përmendi disa sebepe, disa shkaqe që unë dhe ty nëse i marim, do të na ndihmojnë që unë dhe ty të kemi zemra të buta, zemra të përullura ndaj urdhnave të Allahut xhelleshanuhu. Do të kemi zemra të cilat do të jenë të dëgjueshme ndaj mësimeve të Allahut të lartësuar. Si shkak i parë, vëllezër dashur, dhe më i rëndësishëm, është besimi dhe rritja e bindjes dhe besimit në Allahun e lartësuar. Nuk ka asnjë shkak më të mirë, më të madh, e cili na ndihmon
që zemrat tona të jenë të buta, që zemrat tona të jenë të përullura, deri në atë maze që të lëshojnë lot kur shohin faktet dhe argumentet e Allahut të lartësuar, se sa besimi dhe rritja e bindjes në të. Aq sa më shumë besimtari lexon, mëson, kupton më thellë dhe praktikon emrat dhe cilësitë e Allahut të lartësuar, dinja se aq më shumë do të ketë zemër të përullur, zemër e cila ndjen madhështinë e Allahu xhalleshanu kur dëgjon edhe sheh faktet e tija. Për atë, ajo zemër e cila e njeh Allahun fort, e njeh Allahun mirë, detajisht nga emrat dhe cilësitë, atëherë ajo zemër kur do t'i kujtoj dhe do t'i dëgjoj ajetet e Allahut dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam, nga butësia që e ka, ajo do t'jetë edhe ajo zemër e cila edhe do t'i lëshoj lot kur do të kujtoj madhështinë e të madhit Allah. Si shkak të dytë i cili në ndihmon mu dhe ty, që zemrat tona të jenë të buta, që zemrat tona të jenë të përullura ndaj urdhrave të Allahu xhalleshanuhu, është edhe meditimi, përsjatja, analiza e thellë e ajeteve të Allahu xhalleshanuhu, e ajeteve kuranore, e fakteve dhe provave të Allahu xhalleshanuhu, të cilat ai neve ne ka sqaruar në Kur'an. Për atë, Allahu xhalleshanuhu thot në Kur'an: "Efela yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha." A nuk meditojnë mbi Kur'anin, ose zemrat e tyre i kanë të mbyllura me dry. Pra Allahu direkt mu dhe ty na urdhron që ne ta lexojmë shumë Kur'anin, të meditojmë shumë rreth tij, të shohim faktet e tij, dhe ajo është nga sebepet kryesore që unë dhe ti të kemi zemra të buta e të përrullura kërshim madhështisë së Allahu xhalleshanuhu dhe zbatojmë mësimet e tij. Pejgamberi alayhis salam në një hadith të tij, nga leximi i Kur'anit, nga meditimi i tij, nga vrojtimi dhe përsjatja e tij, kur arrinte të kuptoj thellë pejgamberi alayhis salam madhështinë e Allahut nëpërmes ajeteve të tij, ai e arrinte kulminacionin e kësaj kënaqësie e që është lëshimi lot nga madhështia dhe përullësia ndaj Allahut të lartësuar. Për atë edhe ne duhet të jemi siç ishte pejgamberi alayhis salam, të lexojmë shumë Kur'an, të meditojmë Kur'anin dhe ta bëjmë zemrën e butë sa që ajo të lotoj nga madhështia e Allahut të lartësuar. Këtë e vërteton hadithi pejgamberit alayhis salam ku thot: "Ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azirun ka aziri ar-ruha min al-buka." E pash të dërguarin e Allahut duke u falur, ndërsa krahrori i tij, nga krahrori i tij dëgjohej një zë si zhurma e mullirit nga të qarat e gëzueshme kur shihte madhështinë e Allahut të lartësuar. Në një hadith tjetër pejgamberi alayhis salam thot, duke transmetuar Ibn Mesudi, qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ikra alayya. Ibn Mesudi tha pejgamberi alayhis salam, më lexo tha mua Kur'an. Kul ya Rasulullah aqra alayka wa alayka unzil. Tha si të lexoj ti Kur'an dhe ty të shpalli Allahu Kur'anin. Qal na'am, po tha unë dëshiroj të dëgjoj nga ty Kur'an. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية. Dhe unë fillova të lexoj surën An-Nisa derisa arrita te ajeti kuranor: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. E si do të jetë çështja
kur Allahu i lartësuar do të vi me dëshmit e tia para ati dhe neve do të dalim para të madhit Allah dhe do të ballafaqohemi ne dhe vetëm veprat tona, as pasuri, as mall, as evlat, as gjë, po thjesht vetëm veprimtaria jon para të madhit Allah, ndërsa do t'ju sjellim ne atyre edhe dëshmi për këto çështje dhe do t'jesh edhe ti o i dërguari Allahut dëshmitar për çështjen e tyre. Kal hasbukel an, atëherë i tha pejgamberi sa Ibn Mesudit, tha mjafto tha me leximin e Kur'anit, faltafatu ilayhi fa idha aynahu tadhrifan, dhe kur u ktheva nga pejgamberi sa thot Ibn Mesudi, e pash që sytë e tij lotonin nga ndikimi i Kur'anit në shpirtin dhe zemrën e tij, kur kujtoj ahiretin, kur kujtoj këto fakte, kur kujtoj veten e tij. Vallë o vëllezër të dashur, a jemi ne nga ata të cilët ndikohen në këtë formë? A jemi ne nga ata të cilët kur na lexohen ajetet e Allahut të lartësuar, hadithet e pejgamberit alayhis salam, vërtet zemrat tona a i gjejmë të buta të cilat vërtet ndikohen edhe e ndjejnë thellë madhështinë e Allahut të lartësuar, deri në atë masa që të lotoj syri për Allahun, dashurinë, përgjërimin dhe për ulësinë ndaj tij. Kjo është ibadet madhështor që shpërblimet janë jashtëzakonisht të shumta dhe ne disa nga to i kemi përmendur. Nga çështjet tjera të cilat neve na ndihmojnë që unë dhe ty të kemi kësi zemre, që unë dhe ty të kemi zemrën e butë, e të ndikohet nga faktet dhe argumentet e Allahut, të ndikohet kur dëgjojnë provat e pamohueshme të madhit Allah, është edhe për kujtimi i vdekjes, ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, akthiru dhikra hadimi ladhat el maut, pra ai na këshillon për ata të cilët vërtet nuk e kanë zemrën e butë deri në atë mas që të mbajnë balansën mes çështjes së dunjas dhe ahiretit, të frenojnë epshet e tyre kur ata janë duke u shfryer në rrugë të gabuar, kur ata nuk ngopen me dunjan në hesab të ahiretit, kur ndonjëri del jashta kufive të Zotit, kur ndonjëri del jashta urdhnave dhe mësimeve të Allahut të lartësuar, një nga metodat, një nga mënyrat për të përkullur zemra, për të bërë e butë, për të përullur ndaj Allahu xhalleshanu është edhe kujtimi i vdekjes, ku thot për selam, shpeshtoni në raste të tilla, sidomos, pra më shpesh, po në raste të tilla, kur zemra ka nevojë që të jetë më e butë, shpeshtoni për kujtimin e vdekjes, sa ai është mësimi më i mirë që i jep sinjal trurit, i jep sinjal zemrës që ajo të reflektoj ndryshe me atë që e rrethon në të gjitha raportet e saja, si me krijuesin, ashtu edhe me krijesat. Po ashtu, ajo që na ndihmon në zbutjen e zemrave tona dhe në përullësinë tonë ndaj Allahut të lartësuar, e cila vërtet na zgjon dhe ndikon jashtëzakonisht pozitivisht në tru dhe në zemër, është edhe vizitat e shpeshta të varezave ku ati vërtet çdo njeri e kujton edhe e kupton realitetin e botës dhe merr mësimin më të mirë të mundur që e bën zemrën e tij të butë edhe e bën zemrën e tij të përullur. Në fillim të Islamit ishte e ndaluar që të vizitohen varezat. Mirë po, pastaj pejgamberi alayhis salam e pëlqeu diçka të tillë. Për çfarë arsye?
e sqaron pejgamberi sa më thot, kuntu nehejtukum an ziyaratil kubur, ju ndaloja nga vizita për të shkosh thjesht në varre, thot ju ndaloja nga vizita e varezave, ela fezuruha, qa shkoni edhe vizitoni ato, fejna turikul qalb, cila është arsyeja, jo të shkoj zjaretën të vizitoj të vdekmi, si shkoj zjaret të i bujt gjallët, se ka këtë kuptim, zotin e rujt. Që ku është sqarimi? Jo se disa i marrin si gjysmë edhe jam pyet disa herë, hoxho kemi dëgju se duhet me shku, kur shkem prej gurbetin në shtëpi, si vizitojmë gjallë edhe të vdekmi. Kjo nuk është e vërtet. Kjo do të thonë s'ka të bëne me fen. Se hadithi sqaron arsyen e shkuarjes dhe vizitave të tyre. Çfarë thot? Turikul qalb, se vizita e tyre e bën zemrën më të butë, pra reflekton më ndryshe kur gjendesh aty edhe merr mësim më ndryshe. Wa tudmi'ul ayn, arsyeja e dytë, se nga vizita e tyre mendimi, para mendimi se edhe ne një ditë do të jemi aty dhe do të lejmë gjithçka dhe do të marrim vetëm veprat, kur mendon kështu, mediton kështu, ke mundësi me ardhët pejgamberi deri në ibadetit madhështor, sa që edhe sy të lëtojnë nga një realitet i tillë kur do të mendojmë më thellë. Tjetër, wa tudhakkirul akhira, po ashtu ta kujton ahiretin, wala taqulu hujra, dhe mos thoni fjalë të pahishme apo të kota kur do të jeni aty. Mirë po, fatkeqësisht të shfrytëzojmë rastin që të këshillojmë që kur të shkojmë atje, fjalët e kota janë të ndaluara. A ne kur shkojmë e shohim filanin e kush ka qenë kim, ja ki tjetri çfarë ka bëu shef. Do të thonë, ne edhe aty i gjejmë bisedat e kota të ndaluara që komplet janë në kundërshtim me qëllimin e vizitës së tyre, e që është reflektimi, zbutja e zemrës dhe shtimi i përullësisë tonë dhe Allahut Gjelleshanu. Ndërsa, shkaqet e tharjes së syrit nga të qarat ndaj madhështisë së Allahut Gjelleshanu janë të shumta. Ndërto është edhe bërja mëkat Allahu Gjelleshanu. O vëllezër, aq sa më shumë ne i bëjmë mëkat Allahu të lartësuar, aq më problem e ka zemra të bëhet e butë. Sa më pak e butë bëhet sa më e ngurtë. Sa më e ngurtë, aq më larg ndikimit ndaj argumenteve dhe fakteve të Allahut. Sa më larg ndikimit nga fakte dhe dëshmit e Zotit, aq më shumë nga mëkatet. Sa më shumë nga mëkatet, aq më larg rrugës së Zotit, kështu humbim dunjan edhe ahiretin. Këtë e sqaron pejgamberi sa ku thot: Innal abda idha adhnab dhanban nukitat fi qalbi nuktatun sauda. Kur robi bën një mëkat në zemër, i bëhet një pikë e zezë. Fejn tabe wa naza'a wastaghfara sukila qalbu. Nëse ai pendohet, largohet nga ai gabim, i pastrohet zemra dhe i bëhet e kristalt. Wa in 'ada zadat hatta ta'lu qalbu. E nëse vazhdon kështu derisa i mbulohet zemra dhe i bëhet e tëra e zezë, e pastaj ajo e zeza është edhe një ranë, një pengesë direkte për zbutjen e saj, e pas mos zbutjes e saj, siç e sqaron ngurtësimin deri në humbjen e rrugës. Ndër shkaqet e ngurtësisë së zemrave është edhe shoqërimi me njerëz të ligë. Thot pejgamberi sallam, el mer'u ala dini khalili. Aq shumë ndikon tek ne shoqërimi, sa që ndikon edhe direkt, thot pejgamberi sallam, njeriu është në fen e shokut të tij. Mirë po, ndaj nga shkaqet kryesore të tharjes së syve ton nga lotët për madhështinë e Allahut dhe ngurtësisë zemrës, është pra ngurtësimi, arritja
e ngurtësimit të zemrave tona, ashtu siç e përmendëm. E për këto Allahu xhaleshanu thot: "Fa wailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah", mjerë për ata të cilët u janë ngurtësuar zemrat dhe nuk ndikohen fare nga kujtimi, dëgjimi i fakteve dhe argumenteve për madhështinë e Allahut. E nëse Allahu thot për diçka mirë, vërtet mirë për atë person i cili ka ardhur deri në atë mas. Lusë Allahun xhaleshanu me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, në bëj neve ja Rabb, bëri fëmijët tonë o Zoti i gjithësisë dhe bëri mbar besimtarët musliman nga ata të cilët punojnë që t'i zbusin zemrat e tyre, të ndikohen, të jenë më të përullura ndaj Allahut xhaleshanuhu, e mos na bëj nga ata të cilat zemrat e tyre u forcohen e u bëhen ngur e që nuk ndikohen nga përkujtimi i fakteve dhe argumenteve të Allahut xhaleshanuhu. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.